Thonë për një eremit në rajtho se nuk dilte kur jashtë qelisë së tij. Shumë herë kishim parë të ndëpriste thurjen dhe të vështronte i trishtuar në tokë. Tunte kokën me ngadalë dhe ashtu i trishtuar, pshertinte me dhimbje duke murmuritur me zë të ulët. Vallë, çfarë bëhet? Qëndronte shumë kohë i heshtur, fshinte lotët që i rridhin si lum nga sytë e thellë dhe përsëri fillonte të njëjta gjëra. Çfarë mendon Ava, që je kaq i trishtuar? E pyesnin shpesh vëllezërit që i çoni pak ushqim. Mendoj se sot është dita ime e fundit dhe mirë unë që nuk u kujdesa të përgatitesha për largimin tim nga kjo botë, përgjigjej Jerondi. Le të kujdesemi pra çdo ditë për pastrimin dhe shenjtërimin e shpirtit tonë, sepse një ditë do të largohemi nga toka në qiell. Amin.